Nga gjitha këto unë thash që unë kam zgjedhur dy tema për të trajtuar. Shërbimi sekret shqiptar me gjithë domethënë ato veçantitë e tij dhe Ali Pashte Pelena. Fillon tani me shërbimin sekret shqiptar. Tani ka shumë gjëra për të diskutuar, është aq e paan, domethënë kjo tema shërbimi sekret shqiptar sa nuk e ke iden, nuk e ke ti e ke iden, po nuk e kanë iden ata që po na ndjekin. Por më kryesorja unë do fokusohem te operacionet e CIA-s në Shqipëri të dështuara në vitet 50. Kryeministri Tony Blair ka bërë një deklaratë të bujshme në detyrë, kur ishte në detyrë, kryeministri i Britanisë, i cili tha, dy janë dështimet më të mëdha të shërbimit MI6 dhe CIA-s, në bashkëpunim me njëri tjetrin, në histori. Një, dështuan operacionet në Shqipëri në vitet 50, dhe dy, kjo i Irakut në vitet 2000. Tani, pse dështuan operacionet e CIA-s, sepse ka një debat për shkak të tradhtisë së madhe të Kim Philbit, kryespiunit anglez që u rekrutua nga KGB-ja, apo për aftësisë së madhe të oficerëve të sigurimit të shtetit. Shiko, unë do ta filloj çik kështu edhe përgjigjen do ta jap, domethënë. Për herë të parë për Kim Philbin kam dëgjuar në vitin 1977-78 duhet të ketë qenë. Pse në atë kohë një Kim Philbin në Shqipëri? Nuk një në Shqipëri, por në një analizë vjetore të Ministrisë Brendshme ka qenë i deleguar kryeministri atëhershëm Mehmet Shehu, dhe aty domethënë tha që jashtë shtetit flitet sikur domethënë është merita e Kim Philbit që kështu. Domethënë që kanë dështuar, por ajo është merita e sigurimit të shtetit. E tha me çeu mbledhje. Po e ka thënë. Ti ishe në mbledhje apo ishte? Jo, ishin dy kolegët e mi dhe sa dolën nga mbledhja, unë isha jashtë, domethënë, thamu kështu deklaroj. Ju çfarë pozicioni kishit në atë kohë? Unë isha oficer në drejtorinë e Tiranës dhe ne nuk merrnim pjesë në përmbledhjet. I sigurimit. Po, nuk merrnim pjesë në përmbledhjet e ministrisë në kuptimin. Përveç se përkthyes ti ke një karrierë në organet e shërbimit sekret gjatë kohës së komunizmit, po edhe sidomos pas vitit 90 me shikun dhe shishin. Po. Po, dhe domethënë kur e tha Mehmeti këtë u diskutua? Aty nuk u diskutua, domethënë, po dhe jashtë dhe nuk e njihnin, nuk e dinte njëri Kim Philby. Ç'ishte ky? Sepse kanë shkruar njerëzit shumë edhe më vonë edhe kështu, por edhe ata që kanë marrë pjesë në operacionet, domethënë, nuk e dinin dhe se kanë marrë vesh fare se kush nga vinin ato, domethënë, që thosh të dhënat. Dhe para viteve 90 në Shqipëri domethënë si thosh nuk flitej për Kim Philbin. Sfies nuk votoi gjë, domethënë. Kim Philby u arratis që iku në Bashkimin Sovjetik në 63-shin, domethënë nga Libani. Dhe librin e parë, domethënë që ka bërë ai është Lufta ime e fshet. Lufta ime e fshet, po. Është botuar në Londër 68-ën? Në 68-ën. 68-ën. Ndërsa rusisht, megjithëse ai ishte, domethënë ishte Bashkimi Sovjetik, rusisht është votuar në 80-ën, 1980. Po. Po. Është përkthyer në Shqip këtu tek ne në 2000. Nuk kujtohet viti, po e ka votuar. Kush e ka përkthyer? E ka përkthyer një që ka qenë dhe përkthyes në ambasadën ruse këtu. Po. Inxhinier, oficer ka qenë. S'po më kujtohet. Po, e kam ndërmendër se... Nuk më kujtohet tani, se unë edhe e kam njohur personalisht dhe atë, është përkthyer për ati, është bashuk, aty në libër, është dhe një intervist që ka thënë Kim Philby, domethënë 6 muaj para se të vdiste. Por nuk është pjesë e librit, domethënë që ka shkruar. Që ka shkruar ai? Thjesht është bashkëngjitur, domethënë kështu. Po. Pastaj, domethënë mbas 90-s, po, domethënë thjesht edhe nga kurioziteti, kështu kam gjetur shumë materiale, domethënë libra për Kim Philbin, intervista, domethënë shkrime të ndryshme. Për shembull, kam lexuar një intervistë të Primakovit. Po, domethënë që ka qenë ministri i jashtëm, kryeministri i Rusisë atëherë mbas ashtu, dhe ka qenë dhe drejtori i shërbimit zbulimit rus. Ka qenë i KGB-s? U shkri KGB-ja, u quajt SVR. SVR, po, mbas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik.
shërbimi i zbulimit jashtëm, domethënë, sluzhba внешней разведки. Po dhe? Edhe kam lexuar për shembull një intervistë atij dhe ai i ngre shumë, domethënë këta, se e ka pyetur gazetari. Edhe i thotë ai që shumë gjëra nuk do dalin. Si nuk do dalin? Nuk do votohen, domethënë nuk do. Ai vdiq. Po vdiq, po nuk do votohen dhe përveç se ka qarkulluar shumë që përveç grupit Cambridge-it, pesqes, ka qenë dhe grupi Oxfordit. Është legjend, s'është legjend, domethënë. Edhe e ka pyetur gazetari, po i ka thënë ai. Ka ekzistuar, thotë, unë i kam lexuar materialet, por ato mund të mos dalin fare. Ka qenë në të njëjtin nivel ose më i lartë se grupi Cambridge-it. Këta të Oxfordit. Po. Po pse mos dalin fare? S'ka, sepse pavarësisht se ka ligje, arkivat, domethënë që 20 vjet, 50 vjet kështu. Kjo nuk do të thotë se hapen. Edhe te arkivi jonë kështu është ligji. Kështu është, ëh? Domethënë nëse se ka dhe materiale që nuk hapen fare? Ka materiale, Anglia për shembull nuk hap dokumenta të vitit të shekullit 16-17. Ato që i thonë, po jo, ne. Po si hapen sepse kemi ne materiale që nuk hapen fare? Kemi materiale. Çfarë për shembull? Ne tani unë konkretisht nuk e di, ne kemi nxjerr sheshit i pjesë. Zorët e barkut. Por që nuk duhet të hapen.